çështjet dhe problematikat që kemi në ato ditore, në çështjet e rëndësishme që lidhen me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Duke gjithashtu, tre shenjat më të favorshme që kanë të bëjnë janë shenjat e ajrit, për sa përket kësaj dite, që do thot binjakët, do thot peshorët, do thot dhe shenja e ujorëve. Një nga ndikimet më pozitive që kanë ujorët, që kanë gjithë ndikimin planetar dhe mundësi që jepen në kohën e duhur, por gjithashtu dhe disa çështje të tjera të momentit, ku ndryshojnë, rregullojnë, stabilizojnë në lidhje me ekonominë dhe në lidhje me disa udhëtime të rëndësishme. Duket pikërisht dita e shtunë është një ditë që vërtet stabilizon ekonominë dhe disa takime që mund bëhen. Për sa i përket të çështjeve që kanë të bëjnë me takimet e orëve të pasdites ka të bëjnë shumë shenjës së binjakëve, gjithashtu sepse kanë dhe disa takime të papritura, kur janë shumë të mira për sa